Në prajmin e kaluar ndodhen shumë ngjarje në Big Brother VIP Kosova 4. E njëra nga to ishte edhe tema e familjes të cilën e zhvilluan banorët, ku në mesin e tyre ishte edhe Arditi dhe Najliri pro familjes dhe dhanë argumentet e tyre, ndërsa Hygerta dhe Linda Rei mbronin qëndrimet e tyre që ishin të kundërta me mendimet e Najlirit dhe Arditit. E në këtë debat u përfshi edhe këngëtarja Leonora Jakupit, një herësh dhe opinioniste në këtë reality show, ku mes shumë emocionesh ajo tregoi dëshirën e saj të madhe për të pasur një familje. Madje ajo tha me fjalë të tjera se ndonjëherë nuk shkojnë punët ashtu siç i mendon, se angazhimi ndaj familjes, fama dhe shumë gjëra të tjera ta mundsojnë që të bëhesh nën dhe të kesh një familje. Sigurisht se Leonorën e kanë gjykuar shumë edhe publikisht për pjesën e saj që nuk është martuar dhe që nuk ka krijuar familje, por të gjithëve në këtë rast i u përgjigj këngëtarja duke bërë me dije se ajo ka qenë shumë e përkushtuar ndaj familjes dhe sigurisht që vitet ikin.